Në kuadër të kalendarit të aktiviteteve kulturore të verës, qyteti i Pogradecit mirëpriti një mbrëmje letraro-artistike në sheshin e Trëndafilave. U poezia u ndërthur bukur me tingujt e serenatave tradicionale pogradecare. Artist vendas të rinj dhe dashamirës të artit sollën për publikun vargje të frymëzuara nga liqeni, të recituara dhe interpretuara mes melodive që karakterizojnë identitetin muzikor të qytetit. Drejtori i Qendrës Kulturore Multifunksionale Pogradec, Eritan Kamolli, u shpreh se kalendari i aktiviteteve për sezonin veror është i pasur dhe synon ta kthejë qytetin në një qendër tërheqëse kulturore dhe turistike për gjatë gjithë muajve të verës. Një mbrëmje që është në funksion të kalendarit të aktiviteteve që ne kemi organizuar në Qendrën Kulturore. Një mbrëmje shumë e veçantë, mendoj, poetike ku dhe njerëzit kanë marrë kënaqësinë e poezive të bukura të Pogradecëve, të këngëve shumë të bukura të interpretuara nga artistët e qendrës, dhe ajo që ishte veçantë ishte që ne u përpoqëm që të bënim një kombinim shumë të veçantë dhe shumë të bukur të vargut dhe të melodive tona. Aktorët dhe këngëtarët pjesëmarrës ndanë emocionet e përfshirjes në këtë event dhe përvojën e tyre në përshtatjen e poezive në formë kënge, duke i dhënë një dimension të ri artistik fjalës së shkruar. Gjatë adoleshencës time, një punë që unë bëja kështu si side job ishte që të ktheja poezit në këngë, po në atë moment, do me thënë që do ishte një improvizim. Dhe kështu, unë ja dhash Jurgenit si ide që ta bënim të njëjtën gjë me një poezi të Lazgushit. Me që në Pogradec fillon sezoni turistik tani dhe njerëzit kthehen në Pogradec ose vinë edhe turista dhe menduam që të shfaqim për ata që ju mungon arti shqiptar i natyrshëm. Aktiviteti u mirëprit nga qytetarët dhe vizitorët duke konfirmuar rolin e Pogradecit si një vatër e gjallë kulturore në juglindje të vendit.